Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhet në Francë ku po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi politikën globale e cila sot në mëngjes nisi në Kështjellën Shantil Zyra për bashkëpunim me mediat e presidenti deklaroi se takimi kushtohet shqyrtimit të çështjeve politike, ekonomike dhe sociale të botës moderne me qëllim të inkurajimit të dialogut dhe forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar në frymën e tolerancës dhe respektit të ndërsjellë. Nesër në mëngjes Vučić do të drejtohet pjesëmarrësve të takimit me të cilin do të shkëmbejë mendime mbi çështjet më të rëndësishme të marrëdhënieve bashkëkohore në botë. Deputeti Slavko Simić nga lista serbe tha në Kuvendin e Kosovës se shërbimet inspektuese të Kosovës kanë shtuar kontrollet dhe presionin mbi bizneset serbe në veri, gjë që sipas tij kërcënoi mbijetesën e tyre dhe zhvillimin ekonomik të komunave. Ai bëri thirrje qeverisë dhe bashkisë ndërkombëtare të reagojnë duke përmendur rastin e prishjes së objekteve në veri të Mitrovicës, të cilët ai i quan ndërhyrje në kompetencat e vetëqeverisjes lokale dhe destabilizojnë më tej situatën në terren. Të kujtojmë se me ndihmën e policisë së Kosovës pardje u rënuan 23 garazhe në pronësi të serbëve me shpjegim se ndodhet në parcelën e kompanisë Trepça Jug. Kuvendi i Kosovës sot bëri homazhe për kongresistin amerikan të ndjerë së fundmi Eliot Engel, i cili është një nga politikanët më të zëshëm amerikan që mbështeti shqiptarët e Kosovës që nga viti 1990. Në seancën e dytë po shqyrtohet projekt ligjet për ratifikimin e amendamenteve të marrëveshjes financiare midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gjithashtu në rend të ditës janë zgjedhjet e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, Bordit të Radio-Televizionit të Kosovës, Komisionit e Pavarur për Media si dhe shqyrtimi i rezolutës e propozuar për përmirësimin e kujdesit institucional për komunitetin shqiptar në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Mihail Bajqinovci parajmëri se orët dhe ditët e ardhshme janë vendimtare për gjetjen e një zgjidhje politike dhe shmangjen e një krize të re institucionale në Kosovë. Ai theksoi se vetëvendosja ofroi propozime specifike për menaxhim të përbashkët me opozitën, por se oferta nuk u pranua. Deputeti i vetëvendosjes Adnan Rustemi tha se varet nga opozita nëse Kosova do të ketë president dhe apo do të shkojmë në zgjedhje të reja. Rustemi theksoi gjithashtu se vetëvendosja është e interesuar që të shmangë zgjedhjet. Kryetari i Partisë Socialdemokrate të Kosovës, Dardan Molliçaj, tha se kriza politike në lidhje me zgjedhjen e presidentit është problemi i kryeministit të Kosovës Albin Kurti, i cili, siç theksoi ai, dëshiron të zgjedhë sipas kushteve të tij. Molliçaj theksoi se rezultati i marrëveshjeve do të kishte qenë ndryshe nëse partitë opozitare do të kishin mbajtur qëndrimin e tyre për të mos negociuar me Kurtin. Tani, shtoi Molliçaj, Kurti mund të hedhë fajin opozitës, ndërsa populli do të mendojë se opozita nuk ka qëndrimin e vet. Aksioni i pastrimit dhe rregullimit vazhdoi për të 6ën ditë me radhë në territorin e komunës së Leposaviçit dhe ekipet vullnetare, qytetarësh dhe përfaqësues të institucioneve ishin të angazhuar në disa lokacione përfshirë dhe fshatin Vuçça. Veçeverisja lokale e thot se rezultatet tashme janë të dukshëm në terren dhe njoftoi se aktiviteti do të vazhdoj paralelisht me largimin e deponive ilegale dhe rregullimin e ambientit. Shefi i zyrës së kryetarit të komunës, Marko Milenković, theksoi se reagimi i qytetarëve ishte jashtëzakonisht i mirë. 30 pjesëtar të forcave të armatosura të Serbisë që ishin në misionin paqërues të Kombeve të Bashkuara në Liban u kthyen në Serbi mbrëm. Ata ishin pjesë e tokës së mbrojtjes së forcave nga sektori perëndim përgjegjës për sigurinë e vazhdueshme të forcave të angazhuara në operacion dhe për reagim. Ministri i mbrojtjes uroi paqëruesve të serbë në kthimin e lumtur në atë dhe në emër të presidentit Aleksandar Vučić dhe emrin e tij personal i falenderoi ata për ndryshimin e imazhit dhe adeut para kolegëve të tyre nga vendet e tjera dhe Kombet e Bashkuara në tërësi.
Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i ftohtë, ndërsa gjatë ditës do të jetë me diell dhe i ngrohtë me erë të dobët, veri perëndimore të dielën do të jetë me diell dhe akoma me ngrohtë me erë më të fortë, ndërsa javën tjetër moti do të përkeqësohet përsëri me një ftohje të dukshme nga mesi i javës. Temperatura e mëngjesit nesër do të sillet nga 2 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 25 gradë Celsius.